Në kohërat e lashta, kur malet e Shqipërisë ishin të mbuluar me pyje të dendura dhe luginët jehonin nga zërat e çobanëve që këndonin këngë të vjetra, qëndronte një kështjell madhështore në majë të një kodre të lartë. Kështjella e mbretit Ilir ishte e njohur në të gjithë krahinën për bukurinë e saj të rrallë dhe për princeshën e saj të dashur, Rozafën. Rozafa ishte e bija e vetme e mbretit Ilir dhe mbretëreshës Teuta. Ajo kishte flokë të artë si drithrat e pjekur në verë, sy të kaltër si ujërat e Adriatikut dhe një zëka që ëmbëlsaj dhe bilbilët pushonin së kënduar kur ajo fillonte të flasë. Por më e bukur se të gjitha ishte zemra e saj e mirë, sepse Rozafa nuk e kalonte asnjë ditë pa ndihmuar dikë në nevojë. Kur Rozafa mbushi 15 vjet, mbreti Ilir vendosi të organizonte një festë të madhe për ditëlindjen e saj. Ftoi të gjithë fisnikët e krahinës, tregtarët më të pasur, artizanët më të shkaftë dhe edhe njerëzit e thjeshtë nga fshatrat përreth. Festa do të zgjaste 3 ditë e 3 net, me valle, këngë, garat e kalorësve dhe zjarrfesta që do të ndriçonin qiellin. Por në këtë ditë të lumtur, diçka e keqe po afrohej nga perëndimi. Nëpër kodrat e largëta, një figurë e errët po ecte drejt kështjellës. Ishte Drenda e zezë, një shtrigë e fuqishme që kishte jetuar në male prej shekujsh. Ajo kishte dëgjuar për bukurinë dhe mirësinë e princeshës Rozafa dhe, si çdo shtrigë që ka zili në zemër, nuk mund ta duronte që dikush tjetër të ishte më i lumtur se ajo. Drenda kishte flokë të gjatë të zinj si nata, sy të kuq si thëngji të ndezur dhe veshje të zeza që valeviteshin pas saj si hija e vdekjes. Në dorë mbante një shkop magjik të bërë nga drunit e një peme të mallkuar, dhe në çantën e saj kishte çdo lloj helmi dhe magjie të keqe. Ku Drenda arriti në kështjell, ajo u shndërrua në një grua të vjetër të varfër, me shina të grisura dhe një shami të zezë që i mbulonte fytyrën. Në dorë mbante një shport me mollë të kuqe që shkëlqenin si gjevahir. Mollë të freskëta. Mollë të ëmbla, thiri ajo me zë të përullur kur hyri në oborin e kështjellës ku po zhvillohej festa. Principeshja Rozafa që po vallëzonte me të ftuarit, dëgjoi zërin e gruas së vjetër dhe menjëherë la vallen për t'u afruar tek ajo. Zemra e saj e mirë nuk mund të shite dikë në nevojë pa ndihmuar. Gjyshe e dashur, i tha Rozafa me zë të butë, pse nuk u lesh dhe han diçka me ne? Sot është festa ime dhe dua që të gjithë të jenë të lumtur. Drenda e zezë, e veshur si grua e varfër, buzëqe shiti në zisht. O princesha e bukur, unë kam vetëm këto mollë për të shitur. Nëse ti mund të blesh një, do të kem para për bukë. Sigurisht, tha Rozafa duke marrë një monedhë ari nga qyska e saj. Por jo vetëm një mollë, merr edhe këto monedha dhe mos u mundosh më për të shitur sot. Shëndro dhe gëzohu me ne. Drenda mori paratë, por nuk kishte ndërmend të festonte. Ajo zgjodhi mollën më të kuqe dhe më të shkëlqyer nga shporta dhe ja dha Rozafës. Kjo mollë është e veçantë, princeshë e dashur. Ajo është rritur në kopshtin tim magjik dhe do të jap bukuri dhe urtësi për gjithë jetën. Rozafa mori mollën dhe u gëzua. Ajo ishte aq e mirë sa besonte gjithkënd dhe nuk I shkonte ndërmend se dikush mund të donte t'i bënte keq. Mollë duke vërtet e bukur, e kuqe si koralli, e lëmuar si mëndafshi dhe me një aromë kaq të ëmbël sa I bënte gojës ujë. Faleminderit, gjyshe, tha Rozafa. Do ta ha tani për të ndarë gëzimin me të gjithë. Bëje, zemra ime, përshpëriti Drenda dhe syt I shkëlqyen keqësisht. Rozafa e çoi mollën në gojë dhe mori një kafshim të vogël. Molla ishte me të vërtetë e ëmbël, më e shijshme se çdo gjë që kishte shijuar ndonjëherë. Por sa po gëltiti kafshimin e parë, ndjeu një mpirje të çuditshme në fyt. Mori edhe një kafshim, pastaj edhe një sepse nuk mund të ndalonte. Por me çdo kafshim, Rozafa ndjente sikur po bëhej gjithnjë e më e lodhur. Syt I rëndoheshin dhe këmbët I dridheshin. Moll po binte nga duart e saj kur papritur ra në tokë si e vdekur. Rozafa bërtiti mbreti I Ilir duke vrapuar tek e bija. Çfarë I ka ndodhur? Por kur ai ktheu kokën të kërkonte gruan e vjetër, ajo kishte zhdukur. Në vend të saj qëndronte Drenda e zezë në formën e saj të vërtetë, duke qeshur me tërbim. Ha, qeshi ajo. Princesha juaj e bukur ka shijuar mollën time magjike. Ajo nuk është e vdekur, por do të flej për 100 vjet. Dhe e vetmja gjë që mund ta zgjojë është puthja e dashurisë së vërtetë. Ç'ke bërë, shtrigë e mallkuar, bërtiti mbreti I Ilir duke nxjerrë shpatën. Por Drenda tashmë po zhytej nën tokë si ty mizi. Kini kujdes për princeshën tuaj, tha ajo ndërsa zhdukej.
Ajo do të jetë e bukur si sot për 100 vjet, por askush nuk do të mund ta prek pa rënë edhe ai në gjumë. Dhe me këto fjalë, Drenda u zhduk plotësisht, duke lënë pas vetëm erën e keqe të shufurit të djegur. Mbreti i lirë dhe mbretëresha Teuta u përkullën mbi të bien e tyre. Rozafa ishte e bukur si gjithmonë, por nuk po merrte frymë thellë dhe fytyra i kishte marrë një ngjyrë të çuditshme, sikur të ishte bërë nga dylli i bardhë. Asnjë nga mjekët e mbretit nuk arriti ta zgjonte. Ditët kalonin dhe Rozafa vazhdonte të flinte. Mbreti i lirë dërgoi lajmëtar në të gjitha mbretëritë përreth, duke kërkuar ndihmë. Erdhën magjistar të famshëm, shtriga të mira, mjek të shkaftë, por asnjë nuk arriti ta zgjonte princeshën. Pas një muaji, diçka e çuditshme filloi të ndodhte. Të gjithë ata që jetonin në kështjell, rojet, shërbëtorët, kuzhinierët, edhe mbreti dhe mbretëresha, filluan të ndjehen gjithnjë më të lodhur. Një nga një, ata ranë në një gjumë të thellë, sikur magjia e Rozafës po përhapej nëpër të gjithë kështjellën. Së pari ranë në gjumë roja të portës, pastaj kuzhinierët e bukës së mëngjesit. Nëpër obor, qentë dhe macet ushtrinë dhe filluan të gërhasin. Edhe kalorët që ruanin kështjellën ranë nga kuajt dhe ushtrinë mbi bar. Krejt kopshti i princeshës u mbulua nga gjemba dhe bari i egër, dhe pemët rreth kështjellës u rritën kaq shumë sa e mbuluan plotësisht ndërtesën. Brenda vitit, kështjella e mbretit i lirë u bë si një vend i harruar. Gjemba të gjata dhe bim të egra e mbuluan nga e gjitha anët, dhe askush nuk mund të shihte se brenda flinte një princesha e bukur me gjithë familjen e saj. Vitet kalonin dhe njerëzit filluan të harronin se aty ishte një kështjell. Fëmijët rriteshin dhe pleqej duke dëgjuar vetëm përralla për një princesha që flinte diku në kodrat e larta. Shumë djemë të rinj e guximshëm u përposhën të gjenin rrugën drejt kështjellës, por gjemba ishin bërë kaq të dendura dhe pemët kaq të larta sa askush nuk arriti t'i kapërcente. 20 vjet kalonin, pastaj 30, 40, 50. Koha ecte dhe bota ndryshonte, por Rozafa vazhdonte të flinte gjumin e saj magjik, gjithmonë e bukur, gjithmonë 18 vjeç. Në vitin e 98, ku po afrohej fundi i mallkimit, një princ i ri po kalonte nëpër atë krahin. Emri i tij ishte Besim, dhe ai ishte biri i mbretit bardh nga një mbretëri e largët në veri. Besimi kishte flokë të errët si nata, sy të mençur dhe një zemër të pastër. Ai udhëtonte nëpër botë për të mësuar për jetën dhe për të ndihmuar njerëzit që hasnte në rrugë. Kur arriti në fshatin që qenë në fund të kodrës, ai dëgjoi një gjysh të vjetër që po u tregonte fëmijëve për princeshën që flinte. Dikur këtu lart ishte kështjella më e bukur e krahinës, tha gjyshi duke treguar drejt kodrës së mbuluar me pyll. Dhe atje flente princesha Rozafa, më e bukura e të gjitha princeshave. Por ajo është mallkuar dhe ka 100 vjet që fle. 100 vjet, pyeti një fëmijë i vogël. A nuk ka vdekur akoma? Jo, zemra ime. Mallkimi e mban gjallë, por vetëm dashuria e vërtet mund ta zgjojë. Shumë princër të guximshëm kanë provuar, por askush nuk ka arritur as në dyert e kështjellës. Besimi dëgjoi këtë histori dhe ndjeu diçka të çuditshme në zemër. Nuk ishte kuriozitet i thjesht, ishte sikur dikush po e thërriste. Gjysh, tha ai, a mund të më tregosh rrugën drejt kështjellës? Gjyshi e pa me sytë e tij të vjetër dhe të urtë. Djali im, shumë të rinj si ti kanë provuar. Gjemba janë të mprehta si te, dhe pemët janë të larta si malet. Nuk ka rrugë që çon atje. Përsëri dua të provoj, tha Besimi me vendosmëri. Në mëngjesin e ditës së nesërme, Besimi filloi ngjitjen drejt kodrës. Sa më shumë ngjitej, aq më të dendura bëheshin gjemba dhe bimët. Këmisha e tij u gris, duart u gërvishtën, por ai vazhdoi. Diçka e fortë po e shtyrte përpara, një ndjenjë se në majtë të kësaj kodre po e priste fati i tij. Kur arriti tek muri i parë i gjembave, ato ishin të larta sa pemët dhe të dendura sa një murguri. Besimi nxorri shpatën dhe filloi të pres. Por sa më shumë që priste, aq më shpejt rriteshin gjemba të reja. Duart i dhëmnin nga prerjet, dhe flokët i ishin mbushur me gjemba të vogla. Për një çast, ai mendoi të dorëzohej, por pastaj kujtoi zërin e gjyshit, vetëm dashuria e vërtet mund ta zgjojë. Ndoshta nuk ishte forca që i duhej, por diçka tjetër. Besimi mbylli sytë dhe mendoi për princeshën që nuk e kishte parë kurrë. Si mund të donte dikë që nuk e njihte? Por zemra e tij po i thoshte se kjo nuk ishte çështje e njohjes, ishte çështje e besimit dhe e shpresës.
Kur hapi syt, pa që gjemba para tij po fillonin të fishken. Ai shtriu dorën dhe me çudinë e tij të madhe, gjemba u tërhoshën prapa si të ishin gjallë. Një shteg i ngushtë u hap para tij. Me zemër që rrahte fort, besimi ecte përmes gjembave që tanim po hapeshin nga të dy anët. Sa më shumë që afrohej tek kështjella, aq më e qartë bëhej se koha po mbaronte. Diçka po i thoshte se sot ishte dita e 100. Kur më në fund arriti tek porta e kështjellës, besimi pa një pamje që e mrekulloi. Kështjella ishte ende e bukur, por e mbuluar nga prehe dhe vija me rimangash. Në obor, njerëz të veshur me rroba të vjetra të shekujve të kaluara flisnin në pozicione të çuditshme, disa ishin të ulur në shkallët e hyrjes, të tjerë ishin të shtrirë mbi bar, dhe të gjithë kishin një shprehje paqësore në fytyra. Me hapin e tij në gur, besimi hyri në kështjellë. Dhomat ishin të mbushura me njerëz që flisnin shërbëtor, roje, fisnik, të gjithë të ngrirë në kohën kur kishte rënë mallkimi. Me gjithë kohën që kishte kaluar, asgjë nuk ishte prishur. Ishte sikur koha të kishte ndaluar. Besimi shkoi nëpër dhomat e kështjellës, duke ndjekur një instinkt që nuk e kuptonte. Ai dinte se po kërkonte diçka ose dik. Në dhomën më të madhe, gjeti mbretin Ilir dhe mbretëreshën Teuta të ulur në fronet e tyre, me kryet të përkulur si në gjumë. Por ku ishte princesha? Besimi vazhdoi të kërkonte derisa gjeti një shkallë të ngushtë që ngjitej drejt një kule të lartë. Me çdo shkallë që ngjitej, zemra i rrahte më fort. Kur arriti në majë, gjeti një dhomë të vogël dhe të bukur, me dritare që shikonin mbi të gjithë krahinën. Dhe atje, në një krevat të vogël me çarçaf të bardhë si bora, flinte princesha Rozafa. Besimi mbeti pa frymë. Rozafa ishte akoma më e bukur se sa kishte imagjinuar. Flokët e saj të artë ishin shpërndar mbi jastëk si rrezet e diellit, dhe fytyra e saj kishte një paqe të tillë sa dukej sikur po ndëronte ëndra të bukura. Në duart e saj të bardha mbahej ende copa e mollës së drendës që kishte ngrënë 100 vjet më parë. Kur besimi u afrua tek krevati, pa që Rozafa po merrte frymë ngadalë. Ajo nuk ishte e vdekur, ishte thjesht në një gjumë kaq të thellë sa dukej gati si vdekje. Rozafa, pëshpëriti ai, dhe emri doli nga goja e tij sikur ta kishte thënë mira herë më parë. Ai u përkul mbi të dhe e pa nga afër. Edhe në gjumë, ajo dukej e mençur dhe e mirë. Besimi ndjeu në zemër se kjo ishte gruaja që kishte pritur gjithë jetën, edhe pse nuk e kishte ditur. Me zemër që rrahte si kamban, besimi u përkul dhe i dha Rozafës një puthje të butë në buzë. Për një çast, asgjë nuk ndodhi. Pastaj ngadalë, Rozafa hapi sytë e saj të kaltër. Ajo e pa besimin dhe buzëqeshi, një buzëqeshje kaq e bukur sa e gjithë dhoma u ndriçua. A jeti ai që më zgjove? Pyeti ajo me zë të butë. Po, tha besimi. Unë jam besimi, dhe mendoj se të kam dashur para se të njihja. Rozafa u ul në krevat dhe e pa me sytë e saj të mençur. Unë ndjej të njëjtën gjë, tha ajo. Sikur të ketë pritur gjithë këtë kohë. Kur ata u puthën përsëri, diçka magjike ndodhi. Nëpër të gjithë kështjellën, njerëzit filluan të zgjohen. Mbreti Ilir hapi sytë dhe pa rrethe qark me hutim. Mbretëresha Teuta u zgjua dhe kujtoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Rojet, shërbëtorët, kuzhinierët, të gjithë filluan të lëvizin përsëri. Në obor, qent dhe macet u ngritën dhe filluan të vrapojnë me gëzim. Kuajt filluan të hingjinin dhe kafshët e tjera të zgjoheshin nga gjumi i tyre i gjatë. Por mrekulia më e madhe ndodhi jashtë kështjellës. Gjemba të gjata që kishin mbuluar ndërtesën për 100 vjet filluan të thahen dhe të bien. Pemët u kthyen në madhësinë e tyre normale, dhe shtegu drejt kështjellës u hap përsëri. Mbreti Ilir dhe mbretëresha Teuta ngjitën në kulla dhe gjetën të bien e tyre të dashur bashkë me një princ të panjohur. Kur Rozafa u tha atyre historinë, ata e mirëpritën besimin si të birin e tyre. Tina e ktheve të bien, tha mbreti Ilir, dhe për këtë ne do të jemi përgjithmonë mirënjohës. Gëzimi në kështjellë ishte i madh. Lajmi u përhap në të gjithë krahinën se princesha Rozafa ishte zgjuar. Njerëzit vinin nga të gjitha anët për ta parë dhe për të festuar. Por historia nuk mbaronte këtu. Drenda e zezë, që kishte jetuar në Malte për 100 vjet duke pritur që mallkimi i saj të qëndronte përgjithmonë, ndjeu kur magjia u thye. Ajo u tërbua dhe vendosi të hakmerej. Në natën e parë pas zgjimit të Rozafës, Drenda erdhi përsëri tek kështjella. Por kësaj radhe ajo nuk u vesh si grua e varfër.
Ajo erdhi në formën e saj të vërtet të shtriges, me flokë të gjatë të zinj që fluturonin në erë dhe sy të kuq që shkëlqenin si zjarr. Kush guxoi të thyej mallkimin tim? Bërtiti ajo duke qëndruar në oborrin e kështjellës. Besimi doli në balkon bashkë me Rozafën. Unë e theva mallkimin, tha ai pa frikë, dhe tani ti duhet të largohesh dhe të mos kthehesh më kur. Har që shi drenda. Mallkimi është thyer, por fuqia ime është akoma e fortë. Nëse nuk mund ta kam princeshën, atëherë do t'ju shkatërroj të gjithëve. Ajo ngriti shkopun e saj magjik dhe filloi të thërriste një mallkim të ri. Stuhi e tmerrshme u ngrit, me era që përmbysinin pemët dhe breshër që thyen xhamat e kështjellës. Por Besimi dhe Rozafa nuk patën frikë. Ata e mbajtën njëri tjetrin për dorë dhe ndjenë se dashuria e tyre i bënte më të fortë se çdo magji e keqe. Dashuria jonë është më e fortë se urrejtja jote, tha Rozafa me zë të qartë që dëgjohej edhe në përstuhina. Po, tha Besimi, dhe e mira gjithmonë fiton mbi të keqen. Kur ata të dy thanë këto fjalë bashk, diçka e mrekullueshme ndodhi. Një dritë e bardhë dhe e ngrohtë doli nga zemrat e tyre dhe e mbuloi të gjithë kështjellën. Kjo dritë ishte aq e pastër sa drenda nuk mundi ta duronte. Jo, bërtiti ajo. Kjo nuk mund të jetë. Por drita po bëhej gjithnjë e më e fortë. Ajo e mbuloi drendën dhe filloi ta shndërronte. Flokët e saj të zinj u bën të bardhë, sytë e kush u bën kaltër, dhe veshjet e zeza u shndëruan në fustan të bardhë. Çfarë po më ndodh? Pyeti drenda me çudi. Po të ndryshojmë, tha Rozafa me zemërmirësi. Urrejtja dhe zilia që ke pasur në zemër për aq shumë vjet po largohen. Tani mund të mësosh të dashurosh dhe të jesh e lumtur. Drenda u shndërua në një grua të bukur me zemër të mirë. Ajo ra në gjunjë para Rozafës dhe Besimit. Më falni, tha ajo me lot në sy. Kam qenë kaq e keqe për kaq shumë kohë. Nuk e di si ta ndreq atë që kam bërë. E kaluara është e kaluar, tha Rozafa duke e ndihmuar të ngritej. Tani mund të fillosh një jetë të re. Dhe kështu gruaja që dikur quhej drenda e zezë u bë drenda e bardhë, dhe ajo u bë njëra nga këshilltarët më të mira të Rozafës. Pas një muaji, Besimi dhe Rozafa u martuan në një dasmë të madhe që zgjati 7 ditë e 7 net. Erdhi njerëz nga të gjitha mbretërit për të festuar, dhe madje edhe kafshët e pyjeve erdhën për të parë princin dhe princeshën që kishin fituar mbi të keqen me dashurinë e tyre. Besimi dhe Rozafa jetuan të lumtur për shumë vjet. Ata patën 3 fëmijë, 2 djem dhe një vajzë, që u rritën duke qenë të mençur, të guximshëm dhe të mirë si prindërit e tyre. Rozafa nuk harroi kur mësimin që mësoi nga ai gjumë 100 vjeçar. Ajo mësoi se jeta është e shtrenjtë dhe se çdo ditë duhet jetuar me mirënjohje. Ajo vazhdoi të ndihmonte njerëzit në nevojë, por tani ishte më e mençur dhe më e kujdesshme. Besimi u bë një mbret i drejtë dhe i mirë. Ai gjithmonë dëgjonte këshillat e gruas së tij dhe së bashku ata drejtuan mbretërinë me urtësi dhe dashurinë. Sa për drendën e bardhë, ajo jetoi në kështjell dhe u bë si një gjyshe për fëmijët e Rozafës. Ajo u mësoi atyre për bimët mjekuese dhe për magjinë e mirë, dhe kur më nuk përdori fuqitë e saj për të keq. Vitet kalonin dhe familja e Rozafës rritej. Fëmijët e saj patën fëmijët e tyre, dhe kështjella u mbush me zëra të fëmijëve që luanin dhe qeshnin. Çdo gjenerate e re mësonte historinë e princeshës që fjeti 100 vjet dhe të princit që zgjoi me dashurinë e tij. Rozafa jetoi deri në moshë shumë të shtyrë, dhe edhe kur ajo dhe Besimi u plakën, dashuria e tyre mbeti e fortë si në ditën e parë. Kur erdhi koha për të vdekur, ata vdishën në të njëjtën natë, duke mbajtur njëri tjetrin për dore. Por historia e tyre nuk mbaroi me vdekjen. Njerëzit e krahinës vazhduan të tregonin këtë përrallë për breza të tërë. Ata e tregonin për të mësuar fëmijët se dashuria e vërtet është më e fortë se çdo keqe, se durim dhe besimi mund të fitojnë mbi çdo vështirësi, dhe se zemra e mirë gjithmonë shpërblenhet. Edhe sot, nëse shkonin në atë krahinë të Shqipërisë së vjetër, do të gjeni rënojat e kështjellës së mbretit Ilir në majë të Kodrës. Vendasit thonë se në netët e qarta, kur hëna është e plot, mund të dëgjosh ende zërin e Rozafës që këndon kënga të vjetra të dashurisë. Dhe nëse jeni të lumtur në dashuri dhe keni zemër të pastër, ndoshta do të shihni edhe hijen e princit Besim që ecën nëpër kopshtin e vjetër, duke pritur gruan e tij të dashur që të kthehet nga yjet.
Por më e rëndësishme se të gjitha, historia e princeshës Rozafa na mëson se vera e jetës nuk vjen pa dimrin e vështirësive, se dashuria e vërtet vlen çdo sakrifik, dhe se edhe nëse duhet të presim 100 vjet, fati ynë më në fund do të na gjejë. Dhe ata jetuan të lumtur për gjithë jetën e tyre, ashtu si duhet të jetë në çdo përrall të mirë që respekton veten. Por historia e princeshës Rozafa dhe princit Besim nuk mbaroi me vdekjen e tyre. Në të vërtet, ajo sapo kishte filluar të bëhej legjend. Pas vdekjes së tyre, kështjella u shndërua në një vend pelegrinazhi për çiftet e reja që donin të martohen. Njerëzit vinin nga të gjitha anët e Shqipërisë dhe nga vendet fshinje për të kërkuar bekimin e shpirtrave të Rozafës dhe besimit për dashurinë e tyre. Drenda e bardhë, që tani ishte bërë një grua shumë e moshuar, u kujdes për kështjellën derisa vdiq. Para se të vdiste, ajo la një testament të çuditshëm. Ajo shkroi se çdo 100 vjet, në ditën e saktë kur Rozafa u zgjua, do të ndodhte një mrekulli e re në kështjellë. Vitet kalonin dhe kjo profeci u harrua. Por saktësisht 100 vjet pas vdekjes së Rozafës, diçka e mrekullueshme ndodhi. Një çift i ri, Arben dhe Drita, që ishin ardhur të luteshin për fëmijë në kështjellë, pa një dritë të çuditshme që dilte nga ruajet e vjetra. Kur u afruan, ata gjetën një foshnjë të porsalindur, të mbështjellë në një shami të bardhë si bora. Foshnja kishte flokë të artë si Rozafa dhe sy të mençur si Besimi. Një notë e shkruar me shkrim të vjetër shqip thoshte: "Kjo është dhurata jon për botën, një shpirt i pastër që do të sjellë paqe dhe dashurinë kudo që të shkojë." Arben dhe Drita, që nuk kishin mundur të kishin fëmijë, e adoptuan vajzën dhe e quajtën Shpresa. Ajo u rrit duke qenë e mençur, e bukur dhe e mirë, dhe u bë heronit e shumë përrallrave të reja. Çdo 100 vjet, kjo mrekulli përsëritej. Gjithmonë një foshnjë e re, gjithmonë për një çift që kishte nevojë për dashuri dhe shpresë. Dhe çdo foshnjë rritej duke sjellë diçka të veçantë në botë, njëra u bë një mjeke e famshme që shëroi mira njerëz, tjetra një poete që shkroi vargjet më të bukura të gjuhës shqipe, dhe të tjerat u bën mësuese, nëna të mira, ose thjesht njerëz të mirë që bën botën pak më të bukur. Por historia më e bukur ndodhi në shekullin e 20. Një djalë i ri me emrin Flamur, që kishte humbur gjithë familjen në luftë, erdhi tek ruajet e kështjellës plotësisht i dëshpëruar. Ai nuk besonte më në dashuri, në të mirë, apo në mrekulli. Princesha Rozafa, tha ai duke qarë, nëse je vërtet aty lart, më trego se jeta ja vlen të jetohet. Jam lodhur nga gjithë kjo dhimbje. Atë natë, Flamuri pa një ëndër ku Rozafa dhe Besimi i shfaqeshin si spirte të ndritshëm. Djali ynë i dashur, tha Rozafa, dhimbja që ndjen tani do të bëj më të fortë dhe më të aftë të kuptosh dhimbjen e të tjerëve. Ti ke një zemër të madhe që mund të ndihmoj shumë njerëz. Por si, pyeti Flamuri në ëndër. Kthehu në fshat, tha Besimi. Atje do të gjesh një vajzë me emrin Bukuria, që ka humbur të fejuarin në të njëjtën luftë ku ti humbe familjen. Ajo është po aq e dëshpëruar sa ti. Ndihmojeni njëri tjetrin të shëroheni. Kur Flamuri u zgjua, ai ndjeu diçka të ndryshme në zemër. Ai kthehu në fshat dhe gjeti Bukurinë, që vërtet ishte e dëshpëruar dhe e vetmuar. Në fillim, ata thjesht flisnin për dhimbjen e tyre, pastaj filluan të ndihmonin njëri tjetrin. Me kalimin e kohës, ata u dashuruan dhe u martuan. Ata hapën një shtëpi për fëmijët jetim të luftës, dhe për 50 vjet rritur qindra fëmijë me dashuri dhe kujdes. Flamuri dhe Bukuria u bën të famshëm në të gjithë Shqipërinë si çifti që ktheu shpresën në zemrat e mira njerëzve. Kur ata vdishën, njerëzit thanë se kishin parë dy spirte të ndritshëm që ngjiteshin drejt kështjellës së vjetër, ku u pritën nga Rozafa dhe Besimi me krah të hapur. Edhe sot, në shekullin e 21, njerëzit vazhdojnë të shkojnë tek rënojat e kështjellës së mbretit i lirë. Vendosin lule në vendin ku dikur ishte dhoma e Rozafës dhe kërkojnë udhëzim për jetën e tyre. Dhe çuditëra të vogla vazhdojnë të ndodhin. Çiftet që nuk mund të kenë fëmijë shpesh gjejnë se pas vizitës në kështjellë, ëndrat e tyre realizohen. Njerëzit që janë në krizë dashurie gjejnë rrugën për t'u pajtuar. Dhe ata që kanë humbur shpresën, gjejnë fushin për të vazhduar. Sepse mesazhi i princeshës Rozafa dhe princit Besim është i përjetshëm. Dashuria e vërtet nuk vdes kur, e mira gjithmonë fiton mbi të keqen, dhe shpresa është gjëja e fundit që vdes në zemrën e njeriut. Dhe kështu, përralla e princeshës që fjeti 100 vjet vazhdon të jetojë në zemrat e njerëzve, duke na mësuar se çdo përfundim është thjesht një fillim i ri,
dhe se dashuria e vërtet është e vetmja forcë që mund të na jap kuptimin e vërtet të jetës.